kombëtari u përgjigj mjaft mirë, mendoj që ndoshta golat bën atë zgjidhjen e ndeshjes, sepse kombëtari ai ishte shumë e barabartë me atë kundërshtar. Fatikisht kemi parë një Poloni që nuk ka qenë shumë e fortë, shumë e freskët, një Poloni që ndoshta kishte edhe shumë probleme në skuadër. Kuptohet tani është një skuadër tjetër dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse në këtë ndeshje është ndeshje eliminim dhe më pas për të shkuar në finale dhe për të shkuar në botëror. Por që unë nuk do të mendoj fare për ndeshjen e dytë, por të jemi të përshëndetuar maksimalisht te kjo ndeshje. Silvinho është një trajner që ka dhe si futbollist dhe si trajner tani ka eksperiencën e tij. Mendoj që tani e njeh mjaft mirë grupin, më vjen mirë që her pas here ka afruar disa lojtarë të ri dhe lojtarët e ri ja kanë dalur mjaft mirë, por dhe konkurrenca është shumë e lartë dhe kjo i ka shërbyer mjaft skuadrës. Fakti që Polonia në letër vlen thuajse sa dy fishi i skuadrës tonë kombëtare kanë një yll të nivelit botëror, Lewandowskin, a na ndikon kjo në fushë në këtë ndeshje mendoni? Lewandowski është një lojtar i madh, një lojtar me peshë në skuadrën e tyre, është një lider dhe kuptohet skuadra e ndjen ngrohtësinë ku ka një lojtar të tillë me shumë eksperiencë, por që Lewandowski ka lozur dhe kundër mbrojtjes sonë dhe ka hasur shumë vështirësi. Por që nuk mendoj që është Lewandowski i ditëve të tij më të mira sepse ka edhe disa vite që luan dhe ka moshën e madhe. Por kuptohet ai është lojtar me eksperiencë dhe duhet shumë kujdes sepse ka zgjidhje që në momentin decisiv mund të jetë lojtari efikas për ekipin e tyre. Por duke parë në mbrojtjet që kemi me mjaft eksperiencë, të cilët lozën në nivele të larta, mendoj që edhe këta mund ta zgjidhin. Ama mos harrojmë që është vetëm një ndeshje, kështu që duhet një kujdes sepse ndoshta mund të jetë pak fati me ne dhe mund t'ja dalim. Ju vërtet më thatë që fokusi duhet të jetë tek Polonia, pra tek kjo ndeshje që ne kemi, por nëse ja dalim në përballjen me Poloninë, atëherë do të luajmë me një prej fituesve të çiftit Ukrainë-Suedi. Me të dyja skuadrat, si na bie nëse ne kemi fat dhe ja dalim në përballje me Poloninë? Por duke parë Ukrainën, mendoj që Ukraina ka një lojë agresive, është një skuadër që janë shumë të fortë në luftën e ajër, lojtarë që mbrohen mirë, pra lojtarë që luajnë me rregull në lojë, por që Suedinë kanë parë me fond të vërtetë, kanë parë pak në vështirësi, nuk është ajo skuadër që kemi mësuar ta shikojmë gjithmonë një Suedi të fortë. Kuptohet do ishim me fat, sikur mendojmë personalisht që ishte Suedia, por që prandaj them dhe e theksoj që nuk duhet ta mendojmë në ndeshjen e dytë sepse fokusi është totalisht tek skuadra e Polonisë. Më pas do ta kemi kohën për ta menduar në ndeshjen e dytë, pasi mendoj që në rast se ne arrijmë për shkuar në finale, mendoj që 70% është arritur objektivi. Mos harrojmë që jemi një skuadër si Shqipëria që kemi vujtur në vitet e fundit, por fatikisht tani jemi arritur shumë si skuadër dhe tashmë dhe skuadrat e tjera do ta kenë vështirë me ne. Megjithatë Polonia është një skuadër e fortë, por që e ndjen mjaft rrezikun që i ka ra me Shqipërinë. Apo qoftë nëse shpresojmë ta kalojmë, qoftë Ukraina, qoftë Suedia, i njohin mjaft mirë lojtarët tanë sepse lojtarët tanë tashmë luajnë me skuadra shumë të njohura në Europë. Ju ma dhatë preferencën tuaj që do të zgjidhnit Suedin në fazën e dytë, ndërkohë në anën tjetër ne kemi edhe Kosovën që pasi bëri një surprizë, i deputim shumë të mirë në grupin kualifikues, tani është edhe ajo si përfaqësuese në ëndrën e saj për botërorin amerikan. Shorti, mbase mund të themi ka qenë më bujar me Dardanët që i përball me Slovakinë? Nuk mund të them që është me fat asnjë skuadër, sepse para nuk ka më ndeshje të lehta sot. Mos harrojmë se gjitha skuadrat janë të organizuar, të gjitha skuadrat janë të rreshtuar mjaft mirë taktikisht, kanë trajnerët e tyre me eksperiencë, kanë lojtarët e tyre që të dinë të zgjidhin situatat në momente decisive. Nuk mund të them që Kosova kishte fat apo Shqipëria kishte fat. Çdo skuadër ka organizimin e tyre. Ne kuptohet, duke parë ndeshjen e fundit që zhvilloi me Zvicrën, ne kuptohet na dha një ngrohtësi që është vërtet skuadra e Kosovës. Pas here ka patur disa lojtarë që janë shumë cilësorë, si është Degroba, një lojtar që është një lojtar pak shumë siç kemi ne mbrohen kur aktivizohet me për njëherë publiku ka ato identitet e tyre që ndoshta mund të ketë edhe më shumë minuta për këto lojtarë sepse janë lojtarë publiku. Por që kuptohet duke qenë dhe konkurenca e madhe, kuptohet se çfarë skuadre ka Kosova. Kosova ka shumë kualitete, por shpresoj që të ketë dhe eksperiencën sepse duhet pak eksperiencë në këto momente, se ndeshjet janë të vështira, skuadrat janë të organizuar, por duke parë dhe Kosovën, mendoj që Kosova ka armën e fortë në ofensivë, është mjaft të organizuar, por gjithmonë duke ditur ndonjë maksi që kanë në fazën mbrojtëse dhe shpresoj që t'ja dalin pasi do ishte një sukses shumë i madh që Kosova dhe Shqipëria të shkonin në botëror. Se edhe slovakët kanë disa nga yjet futbollit botëror në skuadrën e tyre, por në anën tjetër është edhe ai gërçi politik që Slovakia nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Si të duket edhe kjo përballje përveç pjesës politike, përveç pjesës futbollit, pra është ana politike? Mendoj që futbollistat janë shumë profesionistë, nuk mendoj që e shikojnë këtë pjesën e politikës. Ata janë të bazuar vetëm tek ndeshja e futbollit, nuk mendoj që është një shqetësim për lojtarët e Slovakisë apo për Kosovën.
lojtarët tashmë kanë vite që luajnë dhe kanë një karrierë mjaft të pasur, kështu që ata janë të fokusuar tek ndeshja dhe nuk mendoj se do të ndikoj kjo nga ana psikologjike. Ata duhet të bëjnë maksimumin e kanë mundësinë edhe Kosova fatikisht u bë disa vite që ata ata njohin nga FIFA, nga UEFA, por tani ata duhet të jenë të fokusuar sepse kanë lojtarë cilësor që duhet të bëjnë historinë dhe ata. Kështu që shumë shpejt ndoshta mund ta bëjnë historinë, por kuptohet kjo ndodh sepse ato kanë patur një organizim mjaft të mirë në federatën e tyre dhe mos harrojmë që shumë pak lojtarë kemi parë nga kampionati i Kosovës, kështu që të gjithë lojtarët janë rritur në Europë dhe mendoj se kanë dhe eksperiencën e tyre, i kanë ndihmuar shumë që janë stërvitur edhe në ekipe me nivel shumë të lartë. Dhe si që të pyeta për Shqipërinë, që nëse ja del me Poloninë, këtë do të zgjidhnit mes Suedis edhe Ukrainës në rastin e Kosovës, nëse Kosova ja del me Slovakët, nga çifti Turqi-Rumani, këtu sa shanse ka Kosova? Mund Turqinë e shoh si një skuadër shumë favorite. Është një skuadër që ka shumë lojtarë të mirë, lojtarë që marrin shumë përsipër, kanë shumë eksperiencë. Kemi parë dhe Rumani kohët e fundit që është një skuadër që ka dërguar vlera, por nuk është se ka shumë lojtarë të njohur. Mendoj që Turqia ka lojtarë shumë të njohur, që ne i njohim dhe lojtarë që të dinë të sillen mjaft mirë në fushë. Lojtarë që kanë një temperament shumë të fortë, luajnë shumë agresiv, janë shumë të artë, shumë të fortë, pra luajnë shumë sidomos për kombin e tyre japin maksimumin. Por kuptohet, mendoj që Romania do ishte një zgjedhje më e mirë, por do ishte që Kosova do t'ja dalë, sepse mendoj që Romania është një skuadër që ndoshta mund të thyet, jo se Turqia është e pamundur, por që mendoj që do ishte pak më e lehtë skuadra romanisë. Regjia, ju lutem, kam një probleme me audio në fund. Po, atëre, me qënë se të përmënda Slovakin për problemin, zoti Allaçi më dëgjoni, problemin politik të Kosovës me Slovakin, edhe me Rumanin, nëse do tjetë kjo përballje, është e njëjta histori në anën politike pastaj. Se dhe Rumania nuk e njeh Kosovën. Nuk futbollistat, pra ne thashë, luajnë në nivele të larta. Futbollistat nuk e shohin para këtë pjesë. Ata janë mjaft të qetë dhe kanë vite që luajnë, janë mësuar të luajnë në stadiume të mëdha me 70.000 apo 80.000 tifozë, kështu që nuk e çojnë në përmend këtë gjë. Kanë menaxherët e tyre që dinë të flasin me menaxherët, pra janë mjaft të qetë për të parë këtë përballje. Kështu që kuptohet gjithmonë do jetë kjo pak si shqetësuese jashtë fushës, por që brenda fushës mendoj që lojtarët dinë të sillen mjaft mirë. Pra kemi të bëjmë me lojtarë që luajnë me Juventus, kështu që nuk janë lojtarë do si do. Që Kosova do ta ketë eksperiencën për të menaxhuar mirë këto situata, pasi në rast se mund të merret në shumë me këto situata, atëherë do jetë një humbje kohe. Mendoj që ata duhet të fokusohen vetëm tek ndeshja e futbollit. Zoti Allaçi, 2 herë kemi qenë në rrugtimin europian, kjo është era e parë për botërorin. Si e keni parë këtë rritje të skuadrës dhe kombëtares së Shqipërisë? Progres patjetër. Shqipëria ka avancuar shumë në futboll, po herë e dytë të marrin pjesë në Europian dhe tani jemi shumë afër botërorit. Por këtu kuptohet merita pa diskutim kanë futbollistët, ka trajneri, ka stafi, por që mos harrojmë Federata Shqiptare e Futbollit po bën maksimumin për të krijuar çdo kusht për qoftë për në kategorinë superiore, por qoftë dhe për ekipet kombëtare zinxhira, por qoftë dhe për ekipin A kombëtar. Mendoj që ka bërë një super kompleks, qoftë me zyrat apo qoftë me një hotel që do bëhet dhe do jetë në shërbim të ekipit kombëtar, janë 3 fusha të investuar vetëm që ekipi kombëtar të ketë komoditetin. Pra, unë prandaj thashë, lojtarët kanë merit, trajneri, të gjithë bashku, por mos harrojmë pa një organizim të Federatës Shqiptare të Futbollit me krye presidentin Armand Duka, i cili është një menaxhues i shkëlqyeshëm, i cili qëndron ekipit në çdo moment pranë, pra të gjithë së bashku kanë bërë një punë të mirë dhe kemi bërë një arritje të madhe në futboll. Por që nuk duhet të jemi të kënaqur vetëm se kemi arritur në vendin e dytë, sepse gjithmonë kemi shprehur gjithmonë që kemi bërë një arritje me një skuadër të madhe, kemi bërë një rezultat dhe kemi qenë shumë të kënaqur. Jo, nuk është moment. Momenti është tani për të avancuar dhe për të shkuar drejt botërorit, sepse i kemi lojtarët. Pra, nuk është momenti që të jemi të kënaqur me vendin e dytë dhe deri këtu ishte arritja. Skuadra e ka klubin, e ka potencialin, kështu që i kemi të gjitha mundësitë nga organizimi, pra nuk na mungon asgjë. Kështu që jemi të gjithë bashkuar dhe mendoj që skuadra duhet pretendojë dhe shkojë sa më lart. Trajneri kombëtarës duhet të ketë diçka të qartë, më vjen mirë që festoj në fundin e ndeshjes, por mendoj që mos jetë ai festimi që për të thënë që kaq ishte maksimumi. Trajneri kombëtar duhet të jetë i kujdesshëm, sepse presidenti i federatës i ka plotësuar çdo kusht të mundshëm. Kështu që ai është mjaft i kënaqur me të gjitha kushtet me çka kam menduar, çka kam parë unë. Kështu që trajneri tani ne i kërkojmë bashkë me lojtarët të bëjmë hapin cilësor për shkuar drejt botërorit, për të kaluar të paktën ndeshjen e parë dhe më pas për të parë dhe finalen. Pra nuk do jemi shumë i kënaqur që thon kemi arritur vendin e dytë dhe deri këtu ishte maksimumi në mënyrë absolute.
jam shumë kërkues patën të lojtarëve që kemi, sepse janë futbollista që na kanë treguar. Në rast se këta nuk i kanë treguar, jam dakord, por këta lojtarë na kanë mësuar që bëjnë gjëra të mëdha. Kështu që të jemi të kujdesshëm, sepse edhe me Anglinë pam një hoxha i cili ishte një lojtar i pandashëm. Kështu që edhe pjesa tjetër dinte si dhe mirë në fushë, apo broje me pak minuta që ja doli me lojtarë si ishte Bellingham, por shumë me lojtarë të njohur të Anglisë, kishim momente të mira. Kështu që shpresoj që të mendojmë të gjithë njësoj që ne kemi mundësi për të shkuar në botror, dhe të mendojmë që jemi të kënaqur me vendin e dytë, apo ndoshta për të kaluar vetëm Poloninë. Duhet të kalojmë Poloninë dhe të mendojmë për të synuar majën e futbollit. Dhe jam shumë dakord me ju, por ne kemi aq shumë lojtarë sa në kushtet ku jemi me dy kombëtare, me kombëtaren e Shqipërisë dhe me përfaqësuesen e Kosovës, dhe padyshim do të bëj dhe pyetjen kush i ka shanset më shumë, Shqipëria apo Kosova, apo i shikon të dyja më tej drejt botërorit? Duke dëshira ime është patjetër gjithë shqiptarëve që të shkojë Shqipëria bashkë me Kosovën, por duke parë që ne si Shqipëri kemi më shumë eksperiencë këtë vërtetë, sepse kemi shkuar 2 herë në Europian dhe jemi më të organizuar, sepse kemi shumë vite që penjimi nga FIFA, nga UEFA, prandaj e përmenda këtë fakt. Kuptohet dhe Kosova ka shanset e veta, sepse prandaj në një ndeshje të vetme mund të ndodhë çdo gjë. Por që mendoj që më avancuar do jetë Shqipëria, sepse e ka treguar në shumë ndeshje të mëdha që jemi skuadër që kemi nivel të lartë, pra nuk kemi më një skuadër e vogël. Kosova kuptohet, ndoshta do ta mposhtë këtë fenomen për të mos u quajtur më skuadër e vogël, por që kuptohet duhet bëj pak kujdes, sepse edhe kundërshtarët e njohin mirë Kosovën, kështu që nuk është se kundërshtarët edhe Kosovën e njohin për momentin si një skuadër e madhe. Mendoj që kundërshtarët ne na vlerësojnë si skuadër e madhe, sepse Polonia, presidenti i tyre pra u shpreh me Shqipërinë do ta kemi të vështirë, ndoshta tha hapur që mund të kishte një skuadër tjetër, se Shqipëria është një skuadër shumë e organizuar, pra në vitet e fundit na kanë mësuar që këto lojtarë mund të bëjnë nga momenti në momenti surprizat mjaft të mëdha. Zoti Llaçi, unë falenderoj shumë për kohën edhe analizës që i bët ju sot kombëtares me njëherë mbas hedhjes shortit sot në Zvicër. Do kemi mundësi që deri në mars, kur të luajmë, ndoshta do bisedojmë sërish së bashku. Faleminderit. Tjetër, faleminderit, gjithë të mirat. Dhe nderuar teleshikues, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi drejt për drejt sërish pas pak.